Atëherë, unë besoj se gjithçka nis nga pasiguria e Ramës për të fituar këtë zgjedhje. Që do të thotë, ka hedhur në terren gjithçka. Është një përsëritje e 2013-s që tha aleancë me djallin mjaft të zboj Berishën, të largoj Berishën. Është e njëjta përsëritje e situatës. Dhe unë këtë lexoj. Ne kemi akuzuar Ramën për bashkëpunim, për ndarje të pushtetit me Krimin menjëherë mbas fitores së zgjedhjeve të 2013-s. Sepse ishte një aleancë që ai e tha vet, aleancë me djallin mjaft të zboj Berishën. Kush ishte djalli? Djalli ishte Krimi. Dhe ne kemi denoncuar her pas here lidhjet e tij me Krimin, që do të thotë ndarje pushtetit me Krimin mbas shërbimit që i ka bërë Krimi në fushata zgjedhore. Kështu që neve në këtë fushat do presim dhe do shohim histori dhe të vërtetuara nga prokuroria të futjes, të infiltrimit të Krimit në procesin zgjedhor.